Është sulmuar policia, është sulmuar kuvendi, janë sulmuar deputetët, është sulmuar komisariati dhe tani që flasim, nuk ka asnjë në burg. Mos harroni sot edhe më shumë në orën 7, edhe ishim të lirë brenda, jemi edhe më të lirë jashtë. Ato 3 ditë pushimi na kanë bërë më të fortë dhe nuk ka jo kokcepsha e bibilusha që na ndalon, po as ulësi miu e bodyguardat e tij. Që do merremi në ditët vazhdim, kemi material pa fund. Edhe mos harroni, ulësi manja të qërë. Jam me të merrin e taulant kokcepshit. Tani live do të shihni të merrin e taulant kokcepshit. Me Klodin çunin më të mirë të protestës. Në qindra mesazhe që kam marrë dje, e që me thënë drejtën mundoheshin të justifikonin dhunën, kishin ndërta më të mençur që distancoheshin nga dhuna, thoshin dhuna apo sulmi përkundrejt komisariat numër 3 në Tiranë nuk ka lidhje me protestën, nuk është e protestës, e kështu me radhë. Mesazhet më të turpshme edhe më të neveritshme ishin ato që kanë të bëjnë me 21 janarin. Janë kalamaj që me thënë drejtën në atë kohë kanë qenë 10 vjeç, 9 vjeç, 8 vjeç, s'din asgjë për të, e sot mbas 15 vitesh nga 21 janari mundohen ta sjellin si argument të dëgjuar apo të parë përmes ChatGPT-s për të mbrojtur dhunën e këtyre 3-4 ditëve të fundit. Për të gjithë këta që kanë qenë shumë të vegjël në atë periudhë e tani i referohen ChatGPT-s për ta risjell si argument, duhet të sqaroj. Në 21 janar janë vrarë 4 protestues. Dhe nuk është ashtu siç u kanë thënë. Nuk i vrau Partia Socialiste. Ja. I vrau ai që tani është shumica e protestës. I vrau qeveria e kohës, i vrau kryeministri i kohës.
Madje jo i vrau. Jo i vrau. Sepse, me thënë drejtën, në atë vendimin e Strasburgut ka një koncept tjetër. Aty për herë të parë futet koncepti i pushkatimit. Pra i pushkatoi qeveria e kohës, kryeministri i kohës, Sali Berisha, që ju e donin burg, për nuk shkon në burg. Ha? U plagosën 12 tjerë, dhe 12 tjerë jetuan kot. Sepse edhe ata ishin në shënjestër të skuadrës së pushkatimit. U ndaluan mbi 400 vetë, dhe u ndaluan pasi u rrahën barbarisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, rrugicave të Tiranës. Ndërta u dënuan në rreth 300-350 vetë. Edhe me burg, deri në 30-45 ditë, edhe me gjoba maramëndsa. Tani, kjo situata e 21 janarit ju përshtatet, ju vjen gjë në ndihmë me këtë që po ndodh? 35 ditë në bulevard dhe kanë qenë përballë vetëm 15, 16, ja 20 policë. As kusht tjetër. As kusht tjetër. Është sulmuar policia, është sulmuar kuvendi. Janë sulmuar deputetët. Është sulmuar komisariati. Dhe tani që flasim, nuk ka asnjë në burg. Nuk ka asnjë të dënuar për akte të dhunës. Të rrahur edhe të vrarë, jo. Kështu që, kush do të përmend 21 janarin, ose t'i referohet në ngjarjes siç ka ndodhur, me ato ultrat e të mërshëm që dëgjohen, po t'i kërkoni, i keni edhe në internet që dëgjohen. Gjakos. Vrit. Ose ta qep gojen. Nuk di asgjë për të, nuk ka asnjë lidhje me të, dhe natyrisht nuk ka asnjë përqasje me këtë që po ndodh sot. Atëherë, të dilje në protest duhet llogarisje kokën. Sot të dalësh në protest duhet llogarisësh që merr edhe kokën e tjerëve. Ky është ndryshimi dhe shumë i madh midis asaj që ishte realisht regjim kriminal dhe kësaj që jetoni si demokraci.